ke një ndjenë krenarie dhe banë përgjithësi kur hyn dhe bësh pjesë e institucionit, por ja që është jashtëzakonisht demotivuese. Kur mbledhemi për tashme kemi kaluar, domethënë në 2 shifror dhe dështojmë konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Kjo ndodh për shkak të subjektit parë politik që ka dalë lëvizje vetëvendosje, apo ndodh për shkak një mungese të një komunikimi normal ndërmjet spektrit politik që përfshin ata të cilët kanë qenë në pushtet në të kaluarën edhe ata të cilët kanë qenë në opozitë, sepse tani situata është më ndryshe. Tani çështja e komunikimit është jashtëzakonisht e rëndësishme, po komunikimi më lejoni të them që ka degraduar gjatë 4 viteve të fundit. Si opozitë gjatë 4 viteve kur qeveria Kurti 2, kur lëvizja vetëvendosje kishte një shumicë në kuvend, nuk jemi përfillur fare. Në historinë e Kuvendit të Republikës së Kosovës kanë kaluar 4 buxhete vjetore dhe disa herë ka pasur rishikimet e buxhetit dhe është hera e parë në historinë e një mandati që kur as edhe një amandament i vetëm i opozitës nuk është marrë parasysh. Një herë kemi kalu një amandament të opozitës që ka pas të bëjë me fondet vetanake të komunave dhe ai nuk është implementuar nga Ministri i Financave. Mos të flas këtu për gjuhën polarizuese, fyrjet, sharjet, duke apostrofuar si bashkëpunëtor të Serbisë, të Vučićit, të plot gjana tjera, të cilat shpeshherë kanë vënë në rrezik edhe jetën e deputetëve, të eksponentëve të partive të ndryshme politike ku si rezultat i këtyre kërcënimeve që kanë ardhur prej kësaj gjuhe fyse dhe polarizuese, disa prej tyre edhe sot e kësaj dite, domethënë enden me sjellje, janë me përcjellje të afërt, me mbrojtje të afërt. Edhe kjo është ajo që ka shkaktuar këtë, po jo vetëm kjo, domethënë, po edhe sjellja, mënyra komplet autokratike ndaj institucioneve, mos përfillja institucioneve të drejtësisë, shkelja e kushtetutës më shumë se 10 herë nga ana e lëvizjes vetëvendosjes si parti në pushtet, edhe plot gjana të tjera, izolimi i vendit dhe plot të tjera, domethënë, kanë dërguar në pikën ku jemi tani. Tani kishim një rezultat zgjedhor, natyrisht që përgjegjësia për bllokadë i takon lëvizjes vetëvendosjes, sepse është partia e parë. Si parti e parë i takon e drejta për të pasur dhe për të propozuar kryekuvendarin, por rastësia ajo nuk mund t'ju diktoj, nuk mund t'ju imponoj të tjerëve. Më lejoni të rikujtoj, jo për deputetet e lëvizjes vetëvendosje, por për qytetarët e Republikës së Kosovës, që është pikërisht lëvizja vetëvendosje, e cila ka një histori parlamentare prej vitit 2010 dhe asnjëherë ata nuk kanë votuar ndonjë kryetar të parlamentit, përpos kur kandidati ka qenë i partisë tyre, që ka qenë zoti Glau Konjufca, ose atëherë kur kemi pasur marrëveshje si Lidhja Demokratike e Kosovës dhe është votuar zonja Vjosa Osmani. Domethënë në këto 2 raste, kurse tani e kemi këtë krizë për shkak se ata në mungesë të çfarëdo marrëveshje politike me partitë parlamentare insistojnë që ta kenë për kryetaret e kuvendit zonjën Haxhiu, e cila tani për të satën herë nuk po i merr votat. Tani duke e ditur që rezultati është i njëjtë. Se qëndron problemi tek mosvotimi i zonjës Haxhiu është personaliteti i saj, dëbëmat e zonjës Haxhiu në politik, apo është për shkak që përfaqëson një subjekt politik dhe nuk është konsensuale, apo subjekti juaj politik ka një lloj alternative këtë tjetër